Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur miq, mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodre. Ne edhe sonte kemi sjell personazhe shumë interesant, sepse ne I mbajmë premtimet tona në fund të çdo emisioni, gjithmonë themi herën e ardhshme do të kemi sërish personazhe shumë interesant që sjellin mesazhe të vëra për këtë qytet, për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, që dëshirojnë të mësojnë gjëra të reja. Sidomos kur flitet për kulturën, për një traditë shumë të hershme, kur ne përpiqemi si emision që ajo të qëndrojë gjallë, që të jetë aktive dhe jo vetëm thjesht evokojmë të kaluarën edhe të themi kështu u bë dikur, po ajo që u bë dikur vazhdon të bëhet edhe sot. Edhe kush është një nga këto tradita që identifikon qytetin e Shkodrës është Bejte Shkodrane. Dhe me siguri mjafton që unë të them Bejtet Shkodrane, ju me siguri thoni, me siguri të ftuarit janë bejtarët Shkodran. Megjithatë, ne nuk do të flasim për bejten në përgjithësi, por do të flasim për një botim të tretë që sapo ka dalë në qarkullim për të gjithë ata që duan bejten Shkodrane dhe që dëshirojnë ta kenë në librarinë e tyre, jo si objekt muzeal, por për të lexuar edhe për të kuptuar më shumë për bejtet që janë bërë sidomos në dasmat Shkodrane. Shikoni, bejtet në dasmat Shkodrane, vëllimi I parë me autor zotin Bujar Zyrali. Sapo ka dalë nga shtypi dhe ne kemi ftuar këtu jo vetëm thjesht autorin, por dhe miqtë e tij mbështetës, njëherë edhe miq tan. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në emisionin Aromë Shkodre. Mirëmbrëma zoti Bujar Zyrali, autori I librit Bejtet të dasmat Shkodrane, por do t'i prezantoj, ju njohin, por është bukur t'ju prezantojmë sërish për gjithë teleshikuesit. Patjetër. Dilaver Cufi, një bejtar shumë I njohur në qytetin e Shkodrës. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kësete. Është kënaqësi edhe për mua që marr pjesë në promovimin e këtij libri të zotit Bujar Zyrali. Gjithashtu kemi dhe zotin Tonin Përvjela, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, ju rrisoni, faleminderit sot për ju. Apo jam krenar për librin që ka thënë generali. Për Bejten dasmat Shkodrane. Ndryshe nga herët e tjera ku promovimet zakonisht bëhen në një sallë të madhe ku njerëzit qëndrojnë, ku ata nga fundi nuk e din fare se për çfarë flitet, ku ndonjë dhe fle. Keni vënë? Fle ndonjëri në promovime. Ne kemi zgjedhur një mënyrë shumë origjinale që promovime e librit paktën për herë të parë ta bëjmë në studio në emisionin Aromë Shkodre. Ne kemi të bëjmë me një libër të tretë. Është krijuar tashmë ju nga tradita e bejteve që nuk e lëshoni, ja ku kemi një risi që keni krijuar. Me në krye zotin Bujar Zyrali, I cili është njëherësh edhe autori, kemi një botim të tretë. Ne kemi dy botime të tjera, ja kujtoj të gjithë teleshikuesve që ne kemi përgatitur edhe për ta emisione, bëhet fjalë na bashkoi Bejtet Shkodrane, ka qenë në vëllimi I parë në vitin 2021 dhe vëllimi I dytë në 2022, në atë periudhën e tmerrshme të Covidit që ne kishim dhe për pasojat e tij, por që e kaluam më së miri me një promovim të tillë të bukur. Dhe ja ku kemi një botim të tretë, megjithatë ai quhet vëllimi I parë, që na lë shtek të mendojmë se ne do të kemi edhe vëllime të tjera në këtë titull, pra Bejtet në dasmat Shkodrane, librin që unë kam në dorë. Zoti Bujar, si gjithmonë energjik, nuk ndalesh, si duket je dhënë pas botimit të librave tashmë. Bejtet dasëm janë kënaqësia ose I fatorë s'ka pa thonë, si do të sillet historia vendin e saj ku s'ka me zonë. Dhe me thonë, një nga këto është edhe libri që unë kam botu, sepse për Bejten kanë botu shumë. Pa I përmend me emnët, paktën janë 11 botime janë, 2 pensileve janë edhe të mitë, por veçanërisht për Bejten në dasmat Shkodrane nuk ka botu asnjë. Veç fragmente, fraza, deduksionet në ryshme, dhe unë e pash të arsyeshme që pas 25 viteve që kam punu me grupin e Bejteve Shkodrane, që ka lënë një histori të pasun, një arkiv të pasun, edhe mozaik spektaklesh mrekullueshme, thash, më takon që edhe I detyrohem që ta bëj edhe këtë libër, sepse historikisht tash 170 vjet që kjo ka hyrë në dasmat nga ose fatorës, ka hyrë krejtësisht, sepse ishte një naje e asaj kohë, para 2 shekujsh pothuajse, me sofrat zakonshme, muzika vazhdonte me vegla të gjalla, kuptohet s'ka pas DJ-e kështu moderne që janë sot. Aty, ose fatorës, po bante beta, sepse njihej si betazhi, në pushimet e orkestrës. Ata qeshtin me të madhe, mirë po kjo e qeshur e tyne ranë sy shumë.
U afroi zoti i shtëpisë, i tha, çka keni më që qeshni? Ose na kënaqi me betës. Çfarë betës më? Kështu. Pra, ajo dasim, ai moment. I tha, po detun e thuj gjithëve, tha se gjithë kanë qef me qesë, se dasëm për mund bëhet, dhe nga ai moment mori një shkëni që u kthy shumë shpejt në flakadan, sepse uni aroma, se jene emision aromet, po aroma e betëve në dasma, që për mendimin tim, kjo ka qenë gjaja ma ideale, ma mrekullueshme e gjenezës të betës. Para 170 viteve dhe pasaj u krijua si një traditë deri në ditët tona, pa llogaritur dekadat e fundit, është një çik që për hir të vërtetës është zbehur. Por nëse ndonjëri në dasëm sot merr iniciativën për të bërë bejt, të gjithë e dëshirojnë, mbajnë qetësi, qeshin të gjithë, e kujtojnë dhe mbrapa filani na ka bërë për qeshu se ka thënë një bejt e shumë bukur, kështu që libra dhe botimet të tilla janë shumë të mira për zgjimin e kësaj tradite, apo jo, në dasmat shkodrane. Është vërtet. Edhe tash si shkojmë në përdashma, edhe për shumë mund që njofin si Bejt Haxhi, ma napin dojnë, edhe në përdashma dojnë bejten, ma napin mikrofonin për me qitë bejta. Bejta më sënajtë po i thëmë ma vonë, po e dojnë, edhe sot në përdashma e dojnë edhe tani e dojnë se ju bët personazhe publik, edhe Toni Minjero që bët personazhe publik dhe tashmë ju nxisi në dasma, më thonë, është angari apo është kënaqësi? Është kënaqësi. Unë kur martova Gocën, para 16 viteve, kisha vite që ishe këtë grupin e betave, e pas si obligim që do të fusim betën dasim. Mirë, kishte diversitet mënimi, kunostime, nuk doli, i koha, i ka dhe moda, nuk qesh kush ma e tjera, sepse ndodheshin 2 hemisfera, e aty në të vjetërve që kishte vite që se kështë në gjumë, betën, pra kishte nostalgji, dhe të rime që zishin si mohet. Unë vendosa vetën, doli shkëllqyshëm, e kënë libra të dasmin e kostime. Më vjemi që ka pranu dhe vajza, zoti Bujarë. Vajza, ku nështoj, pa i thash, qupa babit, i thash, ty të kam lënë tëna të drejtat, me palestim të kësaj, është e drejta e imja. Dhe, fillun betat, u vendos qetësi absolute, s'peptin të njëri. Unë një bet po të kuaj, beti mi po të këtej. Ka drej luka po asarmet, u që njeni me kënu, mirë pa i kishte pi, si shpijet ndasim. Zoni doli pak jashtë aty në shinave të pentagramit, edhe me këtu, s'kishte nevoj, se kisha 7 këngëtar, djali muzikant, edhe s'kishte për qef, dasma. Ma si këtnoj, aj, i dalu nga shinat e pentagramit thash, u që ka dojë luka dhe tha, mos kujta se në këtoj që knove i kongë, për pak i undë, ba me këtu që një asë mbache, unë fillë kërë gjak shëfut. Zoti Donin, juve ju kanë parë në spektakle që janë organizuar, si të mos kjo dasmat në bejtet shkodrane. Bejtet në dasmat shkodrane, ju ndodhë që dhe pas kësaj, ku do që jeni, sepse gjithmonë ju kanë ngacmuar në qytet, mjafton që keni kaluar dhe kanë thëntoni një bejte, që ja ke këthyre në distancë, sikur ja ke pasur në xhep more bejten. Me boton për thona, unë e me boton. Dhe ndodhë që unë ngacmon ose në dasma që e dëshiroj njerëzit. Pra diçka që e duan, por që duen personazhe që ta vendosin edhe një në dasma. Bile i thash i kamtarit, i thash, pa t'i tham 2 fjallë vërteta, si me dilon gjithmonë kampionin, ba me fillu në dasin Bejt Haxhi, a me qitë beta, kamtarit i blokon mikrofonin. Edhe ata që se kanë dëgjuar, kanë përshtypjen duke dëgjuar, e pëlqejnë. Kryt gjelit ashtu një isha përgjishtu, me kanon vend aty në dasëm, i shërve se kja kut gjelit ashtu i fije si e rëndom, dhe pashtu, unë nërbejta, kur nuk ngeli, e kam zemrën qelibar, ba me mknu mu një ashtu gjelit dilen në hode e qësë në pazar. Këta thamë si Bejt Haxhi, s'kam nevoj për përgjus. Ba me mknu mu gjelin në shpi, unë e qaj ka njërës të gëus. Urdhëro. Aty për aty, me i herë. I matë punt, si me kaliber, bejtën ti, kur mosenal, promovove 3 liber rrëf Samale, general. Bukur. Le të flasë pak për përmbajtjen e librit, që në ti të kuptohet që ne kemi të bëjmë me bejtet në dasma, sepse ne jemi marrë me bejtet që janë edhe në përditshmërinë tonë, janë edhe në aktivitetet të ndryshme. Pra, kjo është e kufizuar, e përsaktuar që kemi të bëjmë me bejtet në dasma. Zoti Bujarë, flasim pak për përmbajtjen, çfarë sjell në këtë libër? Sjell dasma konkrete? Që janë realizuar, Tashin, këtë libër ka karakter... në cilin parkun kohor dhe në cilën shtrirje.
Këtë libër përfshihen 200 dasma të hulumtume nga ana ime dhe të përzgjedhura mbi 85, sepse libri ka moralizime. Po. Edhe diçka që s'duhet bën ashtu, nuk e thot si duhet mu bën. Dhe unë kam përzgjedh momentet më të bukura, më interesante, aq sa kam mujt me gjetë. Po. Cilat dasma, të cilës periudhë? Pra ju keni hulumtuar rreth 200 dasma të cilës periudhë? Nga cili vit deri në Periudhë që nga viti 1850, qysh sa shpik, qysh e ka hyrë Beta Ndosëm. Po. Në vitin 1908, te kulla e Vukatons, ku kanë fillu sport me vezirin e Shkodrës të bëhen bashkë a hengu me kongin popullore, aty më falë me Betën Shkodranin, dhe aty ka pas një javë dasmet, se janë bon, dasmet janë bon edhe 5 ditë, edhe javë kanë vazhdu, sidomos madhësi me ditë tëra, kurse sot janë reduktu shumë, por me gjithate, unë kam përzgjedh, dhe me thonë, edhe 1908, 1911, sidomos 1935, 25. Dhe më e fundit cila është? Dasma më e fundit? Cila mund tjetë më e fundit, mund tjetë 1900, jo, edhe 2002. Edhe 2002, pra që rreth vitit 1800? 2002, një ndrurës, një tërpoj, se janë mjekëta se kanë shku misë nga Shkodra. Shkodrane për gjatë 2 shekujve, po e kufizojmë kështu, pra brenda 2 shekujve, Bejti Shkodrane. Teleshikues duan të dinë, duke qenë se Bejtja krijohet në çast, cila kanë qenë burimet e tua? Burimet e tyne. Për t'i ditur që pikërisht të Bejtja janë bërë në këtë dasëm dhe pastaj t'i ke hedhur në libër. Se Beta, me shpjegu nga ana filozofike, ka lidhje shkakësore. Nuk ka si shkak pasoj. Nuk ka pasoj pa shkak. Unë po jep një shembull. Në dasëm, që ja ba në viti 1976, diku këtu, ishte mërgë muja, Gjosha Qërsaxhi, e bëmën bache, edhe si që në bënë atë kohë. Filloj mërgë muja me kënu, mas i kënoj atëherë bëni imitacionit, mas i bëni imitimin e Gjelit, Pulë, Sëriks, edhe radha me imitu Gomarin. Kur imitoj Gomarin, original, duke pëllit si Gomari, ja, Gomari që ishte i komshiu i cili ishte në banket dasmor, u afroj të bashja, të gardhi, edhe fillet t'ju këthen të përgjije mërgjimit. Pra hyni në rezonancë, në duel me mërgjimin. Mirë po, mërgjimit është si artist, ju përsta shpet. Drita gati i një nësë bardhi, edhe dasma është të kry, Gjosha Qërsaxhi, shka pak të gardhi, se një i shoku ka punë me ty. Edhe vazhdoj, Gjosha të lytë rolin e Gomarit, në replik me kjast. Mërgimin. Po, këm kur gjithon të këpytja për burimet që ke gjetur për të shkruar librin. Pra ku i ke gjetur burimet? Thasë të burimet shkaqet si dhe Beta. Okej, jo motivet, por isha fjalën ku e ke marrë materialet. Unë materialet i kam shurzu, i kam thonë aty në libër, që nga gojdanët, nga memorit, nga dorë shkërimet që i kam gjithë të sakta në Vukaton, Hajmel, se nuk i kam në lëtësu, po si kam vlerësu sa duhet, të periferinat, fshatën të, po kishte bagaj mallë. Kam mësu shumë nga këj hullum tim që i kam bo. Gjithashtu dhe djali i kampionit Shaban dhe Asia Rëllit, edhe i sot bile shkohen për i kafe aty, më të rrgoj disa tjera, të cilat do t'jenë asete për volumin e dytë. Kam përshtypjen që je befasuar me bejtarët që Dikun i ke vënë në këtë krimtari, je befasuar me bejtarët që pas janë befasu, po ka në dhe gjanë. Në rrethin jashtë qytetit, Xhelozoni është shok të tyre, jo, Xhelozoni? Ka në Xhelozoni diçka. Pas ka bejtarë të tjerë, po që ndoshta nuk kemi krijuar kontakte me ta për të krijuar spektakle më të zgjeruara ndoshta. Ka në diçka, Rozet. Unë ka 25 vjet me këtë punë dhe kemi shvillu spektakle, po si është një shprehje popullore që ngjajnë si 2 pika uji, e themi shpesh. Kurse këtu në e kundërta. Nuk i ban do të 2 dasma bashkë një lloj, se cila ka absolutisht veçantinë e saj. Këtu është bukuria, larmia dhe pasuria
që rrujnë se cila zonë, qyshte Zagora, të Hajmeli, e tjera, e tjera. Okay. Pra, ka ndryshime thelbësore. Po, qa e tipizon atë, ndoshta dhe duke krijuar aty në qast, qa e tipizon një bejte në dasëm? A ka një ritual, a ka një struktur, një bejte në dasëm? Nga nis, apo e gjitha spontanisht? Jo, spontanisht, shofim personin edhe kena bejten. Do më të nisi me dhëndrin? Diftaj, pari edhe me dhëndrin ka... Nuse njos, parë më dhja, ndryshe... Ja, nuse... Ka hatër mbeti, me nuse njos. Kurse me dhëndrin... A, me dhëndrin, po? I tash kam kënë një fejes, fejote konati, ma fejote djalin, ato dhe kishtë një 20-30 veta, 50 sa mund kënë Pra ti ishe nga krau i djalit, po? Unë ishe nga krau i djalit, po këtë djali dhëndri me origin, ka oma është nga Tropoja. Në edhe, ogja i tjetër i dhëndrit, qote i qëtë i bejt. Mos mbelqeni thët hiqë rëmuja, s'kam me të po ma ty në parruc, ka me ta mledhë ty të shgruja, ti ka fut 2 kënd një këpuc. Edhe e marron mikrofonin me se do të me i këthy përgjigjit aty. Përgjigje, po, se është njeri u jotë. Me i këtë beti thash s'du me të mucë. Më rejnë aty mos mi dellojet. S'ja fut ka lajt 2 kënd një këpuc, se kjo janë një Tropojet. Ashtu, e? Pra kështë që del beta vetit në qast. E tjera me së nej. Bejta ka sa... Po mi, ka hatër mbetje në këto gjëra, se për shumë... Ja, e pëlqynin shumë e duhet... Bile ma farë pëlqynin kësë, sa ishte DJ aty. U përshëndetet folët, u përqafuat. Pa pas bëhat fjale. Ka problem, Tonin, të ka ndohë në je kështu në bejte në dasma të kryot në i hatër mbetje? Jo, sot ti nuk e në i person që nuk flet nga një bejte. Ose i kam thënë, dhe më thënë, ma thuj motiv që të kapen për atë motiv dhe ty nuk të pareku. Dhe ma si thëmë ta di besin, edhe me jatë besin në gjuja dhe shkon 2 qesh në shpi. Me kuptaj. Një dashëm në qëllë kishte njëri dhe vjenë më thëtë dilo të duhem shkruj një bejt, të duhem ashtu. Por ata kajnë mardhanit e mira, ishte njëni që vite prej Ameriket, dhe isha në dyqen atër, vjenë me shkruj, thët i bejt ishtu, ashtë prej Ameriket, a i pa në banket aty ka 2 grapë, mardhanit e mira i ka thët edhe me ata si, mardhanit e mira i ka thët me 2 gratë me familjet e ma ata përse du i bejt për me ngacmu. Po ma i thëmë unë edhe ja shkruj bejtën që me thonë, a i ndarësim, që në smersha pjesën e të ndarësim. Gjithë shanull, i thëmë në këtë dërnja, njaj sytë diku i ja ka ngullë, këtu në banket ka 2 grasë din të cila me ullë. E kishtë të thoni atë, pa këtë sukses të pat atje sa, u kënasin të spushunin të sheshen duar tërkitjet. Në mbjedhe si dhe po, dhe një gotë vera aty, apo i gotë raki, krejon një idealitet të bukur, e të kanë shumë. Cilat janë disa nga veçorit e bejtes në dasma shkodrane? Bejta në përgjithësi dihet dhe është konsumume. Nësa unë i kam dhanë vedit për detyrë, jam diskutu me shumë, me Gjajt Boshatin, profesorin, Nadir Erkoçin, Farid Azmianin, e tjera, se du me të arretu i këtë problem. Çfarë mendimit keni, se e kam atë veti që kam dëshirë të marrë edhe mendimin e tjerëve, dhe në fund, vendosja shumë si që është mua drejta. Dhe aty, në i kapitull të veçantë, i kam përsaktu afërsisht të 15, mos gaboj, veçori dalluse, tipare dalluse, të betës në dasma, në karasim me betën jashtë dasmet. Se për shembull, në ku të qoftë, në një lokal, se quhet reklam për mënyrë emrin e lokalit, në një lokal shiten biletat, teatri Mizjeni nuk ka ne problemi për mend, shiten biletat, hyn e shef, ai që ka dëshirë me vë. Pra, ky këllablek, po them shkëdronse, auditori, publiku, është homogen në kuptimin e dëshirës dhe pasion që ka për betën. Nërsa në dasë ma heterogen, fillën nga fëmija 2 vjeç të 9 vjeçi. Nga që sa ka i delë ku bjen beta, imagina ato martesa veri jugë, që të kanë ardhe sa nga jugu dhe ti e ke dhe në dialekt, po. Kështu të si dënë kujdes, edhe ati që i pyte Lilës, Hatar Medet, kjo është qysh kohë në osës fatorës, që janë pyt, zëtë të shpis, cili nga njërës tuj, ka hatërmetje. A, janë pytur më përpara. Edhe është mangë. Po, normalisht. është mangë këtë rësë. është mangë, me atë nuk janë marë. Pa. Kjo është filozofia. Unë fakt, përveç studimit të mëllë që kam bo, qina faqe asë diskutohet, mija faqe. Bibliotekë me orë pa fundme, se do që me të zërë dhe që kishë parasysh drejtora Gollin. Para 50 vitesh,
në një përkuvizim, sentencë mu themi, personazhi flet, aq sa din autori. Në këtë aspekt, unë kam pa vedin me shumë përgjithësi se kam të bëj me njerëz të mëj, që nga Mërgimuja, Pjetërgjini, Gjeshovasia, Shabanasia rrëdhe, për ta nuk mund shkrush si mund shkrush për një zakonshëm. Edhe e shtyva, nga tetor që e dini edhe ju që do të moshe, e pashtë të arsyshme, ma mirë të ashtyjit vënëj, për dalin cilësor edhe mëj plot. Po, ndale, po. Të puna atë medjes, për shumë në të njënje fillojmë betën kështu, në çdo ambient, në qoftë dashmet, fejeset, apo në për lokale, për shumë si natyrë, unë jam i qetë, e s'kam qef me ba rumuj, betat janë vetëm me qesh, hatë që duhet me najmet kuj. Këto thuen që në fillim, I thuen në fillim që edhe me ditë edhe spektatorë. A ka diçka për shumë? Qa të shofim në lokal. Do merri me pamjen e jashtme, apo a keni në informacion para prak? Do më thënë, që të dhe zoti Bujar, do më thënë, çfarë vuri re në këto bejti që kishte në zonat të ndryshme dhe në gjitha këto dasma? A ndryshon në ato nga njëra dasmë në tjetrën? Ndryshojnë bejtat, që janë të nejse, nuk thuen gjithkon jo, nuk thuen, po ajo që ngacmohet me bejt. Për shumë me kë meresh në bejt, për shumë përgjithsisht, kush ngacmohet? Si që dhimi është ngacmohet? Kush ngacmon? Kush ngacmohet? Unë kam 25 vjetë që shkoj Stamboll, me biznese me këshu, edhe kam lecu, kam diskutu se ka 5.800.000 shqiptarë, ma ka 15 vetë, a i kam pyt, edhe më të regojnë që se pësë si po ndasmat. Edhe më të regojnë që dhëndri nga të smojtë shumë, dhëndri i parë, bash me te. Kjo ta ditë bashkënët e nea, të një kam të këpusi, ta dile, ja? Unë që se nuk qëllojnë bejtare dhe aqë të zotë, Toni. Pas ka gjana, ta vetëm sa me... Të nervozohet, se i qëllojnë që nuk kanë një sport. Vazhdojmë na. A mund të paguaj një bejtarë që të vinë dasë vetëm për mbrojtur dhëndri? Jo? Se dhe ishe bukur shu, si biznes edhe kjo. Nga societon bet, në është asot jam i pari, beta tona janë me zanë, ta në elektin mërkamtari, beta gjithës mërkusha. Apo dhe këngëtarët. Beta s'ka të pagu me thoi. Interesant, dhe nuk paguaj përgjithsisht, ma kërë proporcionalisht duhet dojnë gjithë Thoni dhëndri, boli këngëtari, më thoni të tjerë që nga të smojë. Ma sakt, kja pyte që i bane, është kështu. Qysh, para 100 sa vitës, kanë fillu mu profesionalizu orkestrat me qitë beta. Deri të skërët të ahiri, ka qitë beta sa ka mujtë. Ka mësu për mërgimit, edhe njazi borgjis, e tjere. Tërsi, aty, ku instrumentistat nuk kanë pas betaji, rrallë herë kanë qenë, i zotë i shpis ka shku enkas, i ka përësit mërgimuin edhe filanin, edhe i ka pagu. Po, normalisht. Se hengë qitë. Atër, se tani nuk di, a paguën bejtare sot, apo jo? E kena punën të bejta si nga cmojmë, për shumë nga cmojmë edhe të ftumën, nga cmojmë edhe dasmorin, a ki përësysh për shumë. Po, i bojnë, thëmë, 2-3 hapa, unë për bejta më reha shpatin, shife Markozet e mrapa, na marë sharpe ka bëha pijatin. Pra, është një gjenë nga cmimi sot është në përdashme. Sa bejtarë është e nevojshme që t'je në një dasëm? Që t'ketë atë dinamikën, sepse një... Dy duen që të ketë, për shumë, ba me kanë dy vete. Dy duen pa tjetër, edhe si kur njani mas me kanë edhe fërti pregaditën, pakten sa me i këthy përgjigje, se që dikush di me ke qeti i bejt, i kombinën dë reshtë, me sa me marrë bejtajji, edhe mundet me fund. Në dasë sot është kultura që të rrijet pakur, sepse duhet ta dëgjojmë bejtën. Jo ta dëgjojmë vetëm ata që janë aty afër. Pra ka sot një kulturë të shtuar për ta dëgjuar në rast se shoftë aty ku keni qenë ju. Ku më afrohet mu mikrofonin në disa dashme, në disa raste që kena pas shtu, në përgjithësi rrinë ma ullë se sa kur qot me kënu këngëtari. Se presin mu të shtonë qyrin, që pa qesë për e gojë, që pa flasë. Pro e dojnë bejten, e dojnë. Pa mu që një momentit si po shënë këngëtari. Kjo është një parimësi se bejta nuk është një dhe si kanga. Kanga ja do shëf me karahase, 5 milion herë këtu, e dërknohet, sepse kanga është kanga. Se beta thohet një herë, së thotë ma, atëherë, dëgjusi, dasmori, e të gjënë me shumë vëmendje, se e din që jenë në gjënë për herë porë. Kja është aja bukuria. Po, të një bejta në dasma, krijohet një lloj arkive, do më thënë që dashë për dashën e nga regjistronë në mundin tonë disa vargje, dhe cilat thjesht kemi mjeshtërin t'i kombinojnë. Për nga të smojmë edhe këngëtarin, ndashme për shumë, edhe këngëtarin nga të smojmë për... Jo vetëm nga të smojmë, për shumë ti i ke standard disa vargje. Më thënë se duke bërë vazhdimisht bejte, krijohet një
Më ndodhe dhe mua, ku shkruaj të paktën 2 reportazhe në javë, nga njëherë 3 reportazhe në javë, këte jam duke dëgjuar muzikë, te më del vetë fjalia. Do më thënë se regjistron truri vazhdimisht të njëjta atë fjali. A ju ndodh juve që t'i kombinoni dhe të keni një arkiv vargjesh në mendje, që në momentet saktuara i nxjerrim ato nga ku i kemi dhe krijojmë bejtet? Po, krijojmë, në vend e krijojmë, po, është. Pra ekziston. Ekziston të na beta gjithë, që kjo është që thojmë që kena i fije eksperiencë, kupton? Po, se e mendojmë edhe gjatë punë, në vëmë najtë për shembull na po në banketën në rrim që të habitën, pse jena të menu për betën, se jena të padi kena, kupton? Edhe nuk kena bën kuj muhabet pa kena këtë. Serios Tonini tani. E kena po, se do me menu për betën. Gjatë dalluese që e ka qef Tonini, e ka. Në fakt, unë e kam konosu për metodin që i përdor, s'duhet të absolutizu as janë, as jetër. Më kanë thënë, si është bëjar ahengu me betën. Më i kanë thënë, si tulla me lashin. Dhe me thënë, janë bashkë, lidhuna. Por, dhe që theksej diçka. E theksej një në të 15 pikat tipar dalluese që nuk ka një bitë kohorë. Pse? Ne shkojmë një aktivitet. Fillojmë teatrën Mizjeni, po kam drejt mi përmend, edhe thëjmi, beta, pas sa minuta, 8, 9, ose 10. Një spektakël tjetër, 5, 6, ose 7. Po ndasim s'ka, edhe në Ile Hoxha, Mërgi Muja, unë kam marrë këtu, jo thjesht me kënu, po vetëm në raport për me dëgju beta, se jam marakli e madhe betave, fanë se Mërgi Mujës, mori madhe me qesh shkodanisht. 4 orë pa pushim, betat. 6 orë në Sarajë Gjuatën, Pietrozini. Pra shishfor ekstremit, që njerëzit ekziston ajo që e dojnë betën. Ishim Gjuatën e fundit, fakti që në Shkodrën e Maraj Konga, filloj me qitë beta e Gjuboni, Tonini, edhe Sildis Pajia, edhe ishte ora 11 e hysë. Policia në 12. Nuk ishte njerëzit. U knaqen më shumë me beta se sa me Kongë. Do shta kjo është edhe një arsye që në Shkodrën e nuk gjejmë një valle të mirëfillt, ëh? Domethënë sepse njerëzit më shumë kanë qëndruar si zotni në tavolina dhe kanë dëgjuar, domethënë kanë pas më shumë kënaqësinë tek ana mendore që dëgjojmë një bejtë dhe ta shijojmë atë. Po, vazhdimisht beta ndarshme për shembull është bë edhe kanë kënu tonë, dashbat janë bë, kanë kënu edhe për tavolinave, kanë qitë edhe beta në ato tavolina, pra e kanë kënu tonë, kështu ka kanë tradicionale, kurse vetëm sot tash nim vetëm këngëtarin, se këngëtari paguhet më duhet me mëngjuhet vetëm muthet ai këngëtari, po kështu më të shumë janë kënaqë njerëzit me beta dhe me këngë që kanë kënu. Mund të ndryshoj kjo? Dhe çfarë mund ta bëj këtë gjë të ndryshoj? Mund të ndryshoj tani si thua. Domethënë që njerëzit mund të dëgjojnë kaq shumë muzikë. Se realisht po të ulesh në dasa, në për tavolina, zëri lartë i muzikës, këngëtari që nuk i ndahet për një orë, 50 minuta, po mire thash, pra sforcojnë njerëzit kanë qef të ndrojnë një bisedë, të pushojnë pak veshë, të dëgjojnë diçka, po rrim në tavolinë, nuk bëjmë do datë bisedë me atë që kemi në krah, nuk kemi as ata që çojmë shumë për të kërcyer se është rinia që çosh. Domethënë, a mendoni se mbi 50% e dasmorëve mërziten? Se po të ishte futur bejtja dhe ishin kënaqur. Pra në atë pauzën që bën, po. Po ja se po pyesim tonë. Unë kam dhënë të opori Shkodrën këtë. Jardi këtë shkangtarëve, unë jam si e thënë, pa thona bravo zdravo, jam i drejtë këtë punë, si bejta gji, edhe i thashën gjithmonë kanga me betën. I thashë, unë gjithmonë të thëmë vërtetën, për Fatmirë në është asë jam i rrallë. Thojnë muzika, ta zgjat jetën, po beta të qeshtë, mua në gjallëse. Po, shumë e vërtet. Cila është më favorizusin këtë mes. Aja që ta zgjat, apo këtë që të mua në gjallë ta njetën. Një pa këngëtarve, u pare keni vjenë, normal se është fusha të ne. E, kuptoj. Si të gjotë më laj marrë për harmoni. Po shojnë për shumë si du me marrë për me full. Për diqa mështë me esin marak, sa herë fulla kur së muta, sot po shojnë orkestra pak, t'ju shurdhajnë 5 minuta, edhe që beta, pa mëne për dashma, e fejesa në të rasti që në thoi, në abinë mikrofonin, kur po da jetë zotit shpis. Po pa. Ja, këse ta, duhet i zotit shpis. I cili duhet të nëzitë, po nështë duhet t'ja kujtoj dikush. Ja, i duhet me në dhanë mikrofonin që me falë, ose i thët dikush që këngëtar, se zakonisht me këngëtar, një fina ma të e përdilo, se në ngacmojnë për ati për me qiti, bejt, edhe
Zoti i shtëpisë vetë në lenjë, atëherë dalë që zbeta, se kështu pa lenjë, zoti i shtëpisë ndarshëm që është jena i natftuar, apo jo, general? Unë ishe rastisht edhe këtë kozet, ishe rastisht të Koloseu, se në të rri vazhdimisht, ishin nga 4 gradë, si ka, që këshin dalë duket mas kërësha kërmi paken festa gru, sa dit, shok jemi ngërget ato që gruja forse madhe, gruja kështu. I thamë këtë, thamë si bejtazi, fjallë ti kam gjithmonë si ngjyra. Mas me pas që ta është gru shpi, për ton jetën të aty pasyra. S'kërë shma, pasyra shpi, për s'kërë shma, ka kërë kjo mo. Mirë, do kalojmë në një insert, sepse për të arritur këtë që dëshirojmë ne, që të ketë muzikë pak më pak, pra këngëtarët duam shumë, janë shumë të mirë, krijojnë atmosferë, kemi ato grupet e moshave të treja, e të rinjve që dëshirojnë muzikën, duam të kërcejnë, po jo non stop 4-5 orë, nuk kërcehet non stop, pra dëshirojnë të fusim bejtën. Ju keni punuar në këtë drejtim, sepse keni realizuar dhe spektakle, siç ishte Dasma në Bejtet Shkodrane në Blue Sky. Para se të kalojmë tek mënyra se si do e promovojmë për ta vendosur më shumë, bile unë do doja ta pyesja në një moment mbas insertin edhe zotin Bujar se cila dasëm të ka bërë më shumë përshtypje nga këto që ke sjell këtu për të rritur këshërinë e gjithë teleshikuesve që dëshirojnë ta lexojnë Bejtet në Dasma Shkodrane, por më herë mbas insertit. Përshtypje më shumë. Ja ku kemi insertin, po e dëgjojmë, pra po e vendosim për të gjithë teleshikuesit të insert të vogël që ta vendosim. Gjysh marr gjysh, erdhi nusja marr gjysh. Pra të nderuar dasmor, me duar trokitjet tuaja shumë porta, do presim çiftin e ri. Kënojmë të kërcejmë si së bashkët. Kjo pra ishte atmosfera që u krijua para pak kohësh në Blue Sky, një atmosferë jashtëzakonshme, nuk na mori mendja që dasmat në Bejtet në Dasma Shkodrane do të rrihiqte kaq shumë marrëdashës, do shkonte kaq bukur dhe do alternoi kaq mirë bejtje me spektaklin ku kishim edhe këngëtar të mirënjohur, një atmosferë shumë e këndshme, një sallë mbushur tepërtej duke gëshëtuar më së miri traditën, momenti ja ku kemi dhe momentin që vjen nusja dhe Alma Vela mjaft bukur me zërin e saj që krijon atë atmosferë. Një kujtim për të mos u harruar dhe dëshirojmë që ky spektakël zoti Bujar të përsëritet. Para se të kalojmë te mënyra se si promovohet, se si njerëzit sot, qoftë edhe në botën e spektaklit e duan bejten, le të flasim cila dasëm me bejte ju ka pëlqyer më shumë në hulumtimet e tua. Ma thëmë dhe dy fjalë për këtë që... Po, do t'i themi më pas. Okej, po. Në fakt, për këtë dasëm po e them, që i thotë ju s'është dasëm për së vërteti, aja doli për së vërteti tamam, sepse sot në rës më nalën të bletë që mësin, më thaj, jena knaq me dasmin që ke bathet, apo na banë edhe i tjetër se dërë me i po. Të shti, për atë unë kam bënu shumë ujë. Me thonë shifrën, se sa kam bënë me bënë libretin, se besem kush. Pse? Se çdo gjë kam pa në detaj. Nusja do vi me 5 kombëtar, a me vel. Kjo do bën shumë çdo gjë në detaj. Mirë pra se cila ka pas hanë kohën e vetë. Dhe gjithsesi, edhe evolimi i kohës ja bon. Por ata që duhet mesin 3 dita, ka met. Cila më ka përqy më shumë. Tashi, unë s'pa du mi majtë me hatër Angela Vasin. E përshëndesim të nga studia, Angela. Ta përshëndesim ma studion. Po, nga studia Dasë masaj ka kënë dasim vipash. Se kanë qenë Sensa Laku, Fadil Hasa, Zevdeta, Gjosh Vasia, Gjok Vata, Bashimëri, kanë qenë gjithë vipat. Dhe ma bukur e gjithëve është se sa kanë hynë dherë të borit, të shpia në Sares, të kisha, ka fillu me beta Sensa Laku. Janë habit,
Pa i kështë mësu. Tu ditë se ku po hy, e ke libër aty. Gjok vota, u që ditë. Gjok vota, maestro i besë, ja këtë përgjigjen. Ma bunë Fadil Hosa. Pra, kja ka kënë, pse ka kënë ma bukur? Sepse në fundit, anë emnat maj, si thëjmë në bluza Brazilit, ka emnin e malë, edhe se në Sallako e Fadil Hosa këta. Të shi, ata janë punë pozit, edhe ka në një gërshëtim. Numërën të stratës, humorit, me të becë. Janë si binjak, si më të themi. Pra ne ka dërë, aja dasma aty në libër ka pak, më të ketë 35 beta, 20 beta, por që aty, deri nëde, si themi shkotronëse, ka vazhdu humori i karakteristik i Tiranës, i Durrësit, i tjerë, edhe betat. Tjetër më ka pëlqy ajo e Shaban Rrollit. Dhe me thënë, djali i ti, Fatmiri. Aty ka fillu Shabani vetë. Se Shabani numërohet, jo si betar vip, po si ndërpart që ka hell shkëndien mu hap dasma me betë. Që ose e futi ose faturës betën në dasëm, përsnetin e futi Shabani. Përsneti janë bon, po me hap me përsneti. Jo shumë si e bonë edhe unë për vajzën të e më ndosëm, me përsneti me betë. Shonë në liber që, po, do thoni diçka se të di? Po. Më deshte me të thonë puna e bejtagjisë në ndosëm, që mund të apliku, mundet vetëm hengë gjitë, mundet me marë gjithmonë me ftu për shumë, ke nevoj i bejtagji, bjën kjo. Ke nevoj në që se den me, edhe me bejtagjinë, aty afër vetit vjen me orkestrë. Ba me dasht, momentin që pushojnë, se kështu janë ba dasht me dikur. Ka pushu këngëtari, o këngëtari ka kënë taftë për me qitë bejt qoftë mërgim muja. Eduard Jubani, këto që njafune, kanë ditë me qitë edhe bejt, edhe kanë kënu, kanë agim pastra me të agim molla, edhe kë ka nalë kangën, ka qitë bejten, pra kanë kënë taftë, kurse këtë tjerë mundën për shumë. Agreshetu bejta me këngë. Dishka për beten, çfarë vlerët ka beta? I thash në pjas janë, i ka obleku ti thash, beten kurse qesin me zori, e gjithmonë ka vlera, ba mu papagu me ndërshme një humori, Shkodran të kishin kënë miliardera. Ashtu, Ka realitet jetën. Ka dhënë Fadil Hasa. Cekja i Beratit. A cekja Fadili. Cekja i Beratit ka thënë pikër shumë, që ose humori do të shitesh me kile, Edhe e meritan Shkodran të tishin më të pasën botë. Miliardera. E ka me pasjen bejten, e ka me pasjen. Unë para rreth 2 jave në emisionin Arom Shkodër ka qenë një studiues i bioenergjisë, Mondi Vllashaj, i cili mes të tjerëve tha, jo rastësisht, shkodranët kanë më humor se pjesa tjetër e Shqipërisë. Dhe kjo ju vjen nga shiu. Dhe unë u befasohë si shiu, po tha unë sa herë tha kam momente që jam i trishtuar i mërzitur, dalë në shi lagem dhe grumulloj energji dhe frekuenca të tilla, të cilat më veshin mirë emocionalisht, me heqin stresin e tjera tjera. Pra supozohet Shkodranëve duke qenë si u bie shumë shi, kanë shumë humor. Dhe ai thotë mos mbani çadra ju Shkodranë se akoma më shumë humor do keni në këtë gjë. Shoh në përbërjet librit Zoti Bujar që ju referoni kur mos ardhsh më 97-a, pra nuk kemi vetëm dasmat, ke edhe disa tema specifike që ja bashkangjit librit. Në 97-a, si mos edhe kanunit lek Dugazinit, kur është vendosë, kur do vata i thejmë Shkodranëse, nuk ka lëviz edhe luft me kënë, janë martu. Kështu që edhe në 97-a luft ishte, edhe si mas asaj që është të rëshiku, a do vata s'ka lëviz ma, i janë kënë detyruar njerëzit me i ba dasmat me çdo kusht. Mirë po, këto dasma kanë kënë shumë interesante, sepse pa fillu dasma, kanë fillu automatik meteorolozët. Ka kënë edhe e frikshme, sa një plak të të moni, për të bukura, që moni, tha, në shtit hatan ma, në kënë arë me këtu me kësyrë, nuk pysin qunët e ri, derisa njeni tha, ju marrë lenje, bani pak pushim, se den mu qunë nusja me kësy me dhandër, me gjithë shkak që me pushu pak automatik të e pusht. Mirë pra, kanë shumë kujdesëm, nuk ka pas në atyren e nxjarjeve, janë të regu shumë kujdesëm, unë aty kam jatë 3 dasma të 97. Shumë të kufizuar. Shumë kufizuar. Shumë kufizuar. Pra nuk mund të konsiderohet një periudhe e artë për bejtën shkodrane, por okej, nuk u ndërprej tradita plotësisht.
Më bën shumë përshtypje, dakor, ne bëjmë bejte gjatë momentit të dasmës, ato 4 besor, po pas ka bejte dhe pas dasmës? Shiko të shi, beta gjënë mo, javën e dasmës. Aty kam shumë, aty të kula e vokatans, me meslakut, janë bo gjatë dasmës, veçëri dalu se e theksu me këtu, nuk ka limit. Fillon, pushon këngëtare, fillon beta, mund të shkojnë 4 orë, 6 orë Petrozinin gjotën. Po nëllë, a bo batal, vla jem, muzikant, me vëzonik, a ke njësh. Se e shoqëronte edhe muzikë e këndonte. Unë me që pa punë, thëtë. Kur ishe Petrozinin, me që pa punë. Se filloshin betat, s'kishtë të hengë mu. Të zi, mas dasmet, kanë kënë efektet dy anshme. Kanë ikë dasmort, se nuk kanë konsumu as ushimin, as pijen, zakonisht një pjesë e madhe e ashikve, djemë të arsi, djemë të darsi, këta që kanë ma shumë në rënë e kamarerit, të dhonë dhe shpis, edhe orkestrantat kanë kënu, kanë vazhdu, marrë do asma si limit më hanë që vetë ata, atëherë kanë fillu, e kanë harë kanë pi, muzikantët. Aty, a bo një dorë e dytë e beta, po edhe kur kanë dollë, të shku në shpi, kanë qitë beta. Bile është shumë e bukur momenti që shkojnë në ambulancë, edhe i thonë kënej plakë smurë në Baqalek, se doshim me shumë Skënderin. Skënderin si gjithë, ka pija aty, si kena pija tanë, edhe shpija lërkë, në 2 natë si do shkote. E një mërgimi, i tha kënej plakë smurë, po si më mërgim për ty, se e jifshin gjithë e respektoshin, ambulanca, kur shkune dhe kusha i smuri, qeshen, i smuri e kë, e drejton kishin nga Skënderi, i dhem fizomonika, ma dhe gjoshen, zori shishen e rakis, e tha me bet, dhe me thonë, edhe këta element të bukur grimë që të vogën e i kam kap, që episode që kanë eksistu. Që dhe ja dhe pjo brapa. Ishim të fëtum, këtë kam thonë edhe të Aida Shtino, ishim të fëtum të Aida Shtino, edhe në kishte fëtum. Aida Shtino thote, e kam kërku, thote bejtën gjithë kone, nuk e kam gjithë kërkune, pas ka vetëm këtu në Shkodër. Atëherë, ma drejtën thamun i bejt për te, i tham për këtë që se ke gjithë bejtën kërkum. Erdhë me heret i thash me shëqnin, pi me kafet të kë lokali, e kërkove bejtën tonë Shqipnin e ka rujtë Bujar Zerali. Edhe i pëlqejshëm edhe kjo është merite e arzakonshme, të më thonë, sepse Bujar Zerali i ka dhe një dinamik bejtës shkodrane. Të më thonë, nga një gjëndje e fjetur bejtja, ku më shumë përmënde nga grupet të ndryshme shoqërore e ktheu në botën e një spektakli. Pra i dha autoriteti në këtë qytet, sa e befasoj njërë popullatën, kishtë nga ta që ishin skeptikë dhe ju vinde çudi që të shikonin të ketë shfaqje me bejtje, por ja që u kaluan të gjitha këto barjera dhe sallat të mbushën. Rasti më i mirë është sa po bëjë në konfidencë, po them, konfidencë. U befasum dhe ne që ishim Bujar tha drejtore. ishte i fat i madh që bejtën e morën dorë te. Sepse bejtën këta e vlerësojnë si diçka të thjeshtë, pa vlerë, pa rëndësi, pa hiç. Qeshe një aty kër i thash, më ka hyp një ego, profesionale mund të themi, se kam studiu aq shumë, me mija faqe këto 25 vjet për bejtën, aq që se kupton nuk më interesën, unë kam idenë dhe do të bëj simpozium shkencor. E meriton bejtja. Ti qeshe se e kupton. Jo, unë do të marrë konsulenta të di energjia jote dhe dëshira jote dhe këto të gjitha që ti kryon, edhe e vë teleshikuesin para përgjegjësisë që të mos e shohë diçka të lehtë, si diçka të çastit, por të thellohet edhe të përmbajtja e bejtës, sepse nuk është vetëm thjesht në aspektin sarkastik që unë po them një batut, po e ngacmoj, ai po më ngacmon, po jo, bejtja dhe riparon, shumë vese të shoqërisë, sepse në momentin ti e pret me humor. Po ti atë vesë që ta vu në duke aty ti ta përmirësosh kur të vi dasma radhës. Do të bësh tak njëri më mirë. Të përmirëson. I thëmë me kërkën, unë nuk hasëm, fjala e ka shumë pesh. A di çfarë vlerët ka beta ndasëm? Nusja e dhënave shkojnë në shtëpi tu i qesh. A ka gjama të bukur. Po. Edhe kënaqësia shpirtërore që marrim, po dhe arti fjalës, se në fundit është art ajo, që ti është tjetër gjë poeti, i cili ulet në një letër dhe mendoj dhe deri nesër në mëngjes e ka bërë poezinë.
ju deri në mëngjes, kush e di sa bejt e rreshtonin njëra mbas tjetrës dhe të gjitha të goditura. Dhe është një duel fantastik, gjë që është ngritur edhe në botën e spektaklit, pra shfrytzuar dueli bejteve. Toni, si e ndjer kur ato bejte që bëje me miq në qytet, ti e praktikove në një spektakël, e mban mend daljen e parë publike dhe si e ndjer? Kam pas emocione me thënë drejtën. Ja e zakonshme, ha? Po faleminderit shpesh se me thënë drejtën nuk e kam pas që këta thjesht këta daljet në për kanale televizive janë për ne gjë, po vetë natyra jeme. Ndoshta jam një edhe ma lirshëm edhe me për rrugën, kupton? Po, çfarë të bindi më shumë? Jam ambientuar me fjalë tash, kuptohet me studiot, edhe nuk më për shtype. Po gjithmonë iniciativa e Gjeneral Zeralit. Të bindi, e pa aftësinë tënde. Ma dha aftësinë tënde, edhe tash se kam problem. Si në pjasë, si në studion jam barabar. Thoni që doni nga një kupe ka jeni marrë se cili, ja, ku kemi një kampion të bejteve në Shkodër, ja dhe tjetrin ku e kemi këtu. 2022 Asnjëherë nuk flas gabim. Kolegun të me dufërt, me kupa jena barasit. Do kemi prapë duelet të tjera, për ndarje kupash, Bojar, si e mendon, si e shikon? Ka propozu me që i hapi këtë temë, dikush, unë kam dhënë të rejtë që e kam dhënë të rejtë si organizator, si shis biletash, me baj stola tavolina, po pena jeme, ka fillu me lëviz më shumë, se so në të ko. Edhe të thajeni, Bojar, të kam pa, thate, aja beta dasën Shkodran, ka për gjitha zakonisht. Ashtë në Tiranë, ashtë edhe i zërë, ma i vogën se unë është me mosh, pa ka marrë akademinë e arte për këtë fush, unë të me bëndi që kam me ty, tha. Po qa, nuk të thëmë të ashta, a bjen të akord, si janë kushtet barabarta, unë me ty, bashkë edhe i zërë, tha. Kurse sponsorizus, edhe aj, si për marsi, aj është kategori tjetër. Aj ka, dhe me thënë, një dëshirë, ka në fund një vitit, për festat e me bëti qëka të bukur në teatër me gjeni. Si që bëhat festivali i humorit kombëtar, edhe ka vlera shumë. Unë e shof betën si një minjerë pa fund. Pra dhe ka hyp një ego që ta thash edhe herë për të them, simpozium shkencor, dikush habitet, dikush ignorant i tallet. Duhet të theksuar dhe fakti që ta përmendim këtu dhe një mikun ton, Agjencinë e Spektakleve Jona Shkodrës, me cilën bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë dhe ne kemi arritur të realizojmë në bashkëpunim me presidentin Jonës së Shkodrës, Xhelal Alili, të spektaklit me fakt që ka Xhelali? Xhelali ka që do shmë futi kantor, po them konkretisht. Edhe s'po përmëni e kantorës. Ka meritet e vetë. Bashkëpunimi ka qenë i frytshëm. Bojar tha do ne fut këtë. I tha Xhelali, pa Xhelali tha nuk bëj gjë pa Bojarin. Atëherë me si ka thënë Xhelali shumë, fote i thash, po me i kusht. Me më kënu Shkodran se është dasma Shkodran, Po, ge fjallën për të spektaklit. Pik edhe mu lidh me temen. Se si nulli as vetë se di. Shuk e mi që kam dhe në jasën. Sa kesh merdi që i nulla në Angli, s'mora pjesë fizikisht në këtë darsëm. Të kam bitu marak, se e shoh, më nërë si e the. Letëzohet emocioni. Fakti ishtë nga ke mungu, Dilaver. Unë e kujtoj njohjen e parë së bashku, e kishëm kur unë të pashtë e grupi bejtarve, nuk ishëm takuar asë njërë më për para. 2019, nga kënë. Si një ashik Shkodre, me i veshur, vërtet shumë bukur. Dhe nuk e lëshoja e tavolinën. Nuk e lëshoj e tavolinë aty me bejte, gjithmonë mikrofoni ishte në dorën tënde. Edhe që kisha bejta gjitë fort. Po kishe bejta gjitë fort, po më duhet u kurdi se ka shumë sa unë do them që e ishte dita jote më me fatë. Më me fatë, sepse ke bërë një përshtypje jashtëzakonisht mirë të kanë spektakël. Me të marak, me që përmenda Xhelalin, kam bërë gjëna të bukura me Xhelalin, du me përmenda dhe Agrani Sufin. Ishtë film me të shkjoti ashtë largu, puna ti nuk më interesan. Me Agrani kena organizu 2019 super shkëtjushëm. Të jedin. Ma me që kini tha nuk shok mua ashtë spektaklit. 2017 super shkëtjushëm. Edhe Panoramen, që va ken, a i ka desë me do të kja, a i ka ba këtë. Shef më thote mu, ti keme ba punën të anë. Asë një bilet s'keme shqitë. Se po mora me shqitë e biletash. Me kërku sponsor, ku i ku pena, ku i ku materiali, për që bëhet,
500 biletat e shesur, thotë edhe tani po. Janë darë mirë rolet edhe, okej, gjithë secili ka bërë maksimalen për suksesin e kësaj gjëje. Edhe ishim ma shumë Bejtagjilit, atë kohë që ishim të bashkuar, ishim dy tavolinat, ishim po thush tanë plotësume, kurse kështu për shembull jena vënë Tonini edhe ne tjetër që janë toft për me qitë po edhe Dalja Tonini. Bejtagji ka bollë se Shkodra. Dalja Tonini si figurë e re, okej, se me ju edhe u mësuam, por Dalja Tonini ishte një risi shumë e madhe. Tonini ja njoh, po nuk ka dash ka pas për me hinë spektakle në kështu se Tonini është për ta ndjekur spektaklin ishim për ta parë Toninin në një këndvështrim tjetër dhe shumë njerëz kanë qenë befasuar. Bilem thot njëri thot një ma për humorin thot cila është ma sakta. Barcaleta i thamë banja 3 minuta se ishe atje u ktheva këtu. Banë me qeshe me bënes. Skeqi unë zdo me fyj Besinarin se janë super aktor me dronë dhe qenë edhe skeqi ma kërëshon 3 minuta. I thosh po beta 7 sekonda. Edhe i thot që për me kënë ta ma një drejt, me gjithë kënda në vena në garë. Kur tjetë puna për humorin ma të shpejt, beta kalën vend parë. 7 sekonda. 7 sekonda beta. 7 sekonda me bo me qeshash. E po imaginushme. Bili i thot që një 10 sekonda rrinë radioskopi, se do doktoris për të saktoj diagnozë dhe më mërë frëm. Imaginoj, ju keni kënë në spektakl, se se cili spektakl ka veçantin e ti, alternativin e ti, tiparet e tia, ku ka shku 10 sahat, fillim marim. Shifra rekord. Dhe rekordi dytë, 118 beta, Mohamed Kaçinari a që mote statistikat, a kemë rëdina pa unarë, pa ullë. 118 beta. Po ku shë bënë atë shpejtësia që tha Tonini? Se po të nëjtë 1 minut me i betë, a i ka po 4 sekonda. Ka të bëj dhe menquria, do më thënë janë, jo vetëm thjesht artikulimi, thënje vargut, por edhe ta mendosh, do më thënë shpejtësi mendimi. Unë marrë me kozit i kanali Tiranës, ABC News më duket, ishte edhe më gjuni rastisht në bjas. Mirë për deshen me më zonë si do në Shkodran me tëllë buket pa. Ma tu i beta për Elbasonin, ma tu një për Blonin, por sekund, ka kronometruja Andrej, shoku jem, kam thonë 4 voqe, 1 sekund një vërk. Që asun nuk e imaginesi se kam thonë atë ditë. Më thonë janë i për lushtjen. I thash pa ta thama qikësare, mu me ty më ka zonë se pëdoja. Ke levërtim me morë kërën lushtnjare, se lisje në banë ta njëtën mushkaja. Bo, kanë qesh me lërë. Një hova për Blonin. Unë propozoj. Edhe kryojmë, se edhe kryojmë. Edhe kryojmë betat vetë, për shumë nuk e di, unë i hedhe edhe në Facebook, shpesh din në bujari e këta, edhe për jetë jenë në Angli, ku shkajt e fëmijit e ma atje, bile i bejt nuk e dija, ke le dzunji, që shkaj një restorant të sëdishe me folas, shqipas, vashtu, betëm gjaj një me në gjyrë pronarin e lokalit e... Normal, me gjyrë tjetër. Edhe të i shetit i thëmë në për Angli, për me hangër kisha reshk, asë një fjallë anglisht nuk di, veç me i këtë mora vesh, se bane i foto me të nuk e di, a ke po, ju betohë me të vërtet, prej ka jesh Shqip më foli vetë, jam Shkodroni, thëmë prej janë Smalit, unë tha jam i zoti lokalit, pesh kraki, mish edhe ven, futëm rëndë se të në të gjenë, edhe në të thashin me pagu, thuj të vinet të makojnë mu, gja po, thonë, s'ka me u lonë pësa s'njoften se je Shkodron, a i thonë shefti që në abone, pësa se njoftë është nërmat mirë të bejtë Shkodrone, e mi shkruvi dykësh letër, hajde vla për në herë tjetër. Pra i kryojmë të vetë këta bejtat, se shofim i diqa dhe i kryojmë. Diko zetë ka kene bukur në pijas, ka lune kinesë. Ma shku e thëmë. Thot jeni to që edhe e betë kinesëve. I thëmë beta jam asin gjyrë, në kjo mirë që a thot Tonini, ne e mirë ti Toninin, këta për Fatmirin Antoni ftyrë, me i pashaport ka rinë kufinin. Asi kur t'ja thoshe kinesë se do i kështë Kinesë do ishte ma bombe. Po fillojmë betë, të shumë si i kryojmë, se ka një shok për shumë ka agjensi funerale, po mirë ma i ka punën e ti, nëra jetës ti, më thëtë, më thëtë, shkoj me pimë kave, si ke një, më thëtë dilo mirë, si ke një, po ti si ke një, a ke punu gjonë, pa i thamë, di që ma i kam punu i fi, i thamë, po ti i thamë une, 2 thëtë kam shatë, e fërgan durët edhe të qesh. Edhe më fillë në vënd nëse në i thamë, punëve ti kur që banë naze, dresin në qajnë ty në nade me të nesh, tanë mërzi që me qajnë gjenaze vetëm ti shife shtu i qesh. Se ka punën e adirë, pra kështë të kryot bejta. Po, jo shumë bukur kjo, dhe ja lezeton, ju lezeton i jetë njerëzve. Po, është... Kanë knajsi marrë energji. Unë do të vendosi një inser të shkurtë, Refiku,
e kemi një insert të vogël këtu për ta nxjerrë se është interpretuar dhe bukur dhe ka qenë një moment, një insert në dasma, bejtet në dasma shkodrane, por unë propozoj diçka, se dhe unë dua t'ju vë në provë, më kupton, jo vetëm ty televizioni apo në një dasëm juve etj. Mbylljen e bisedës do ta bëjmë me nga një bejte. Dakor, jemi dakord? Mbasi të ndjekim insertin e Refikut, pasi të them edhe unë për të gjithë rishikuesit se ku do ta gjejnë librin, ne do t'ju japim gjithë hapësirën për të bërë një mbyllje vetëm me bejte, pra pa folur më unë. Unë do të them vetëm natën e mirë ose do të anoncoj një insert, pra kemi një reportazh shumë të vogël që duam ta bashkangjisim kësaj bisede, nuk ka lidhje me ju, por që ne në emision këtë strukturë kemi me 2 pjesë. Ndjekim insertin e Refikut edhe do kthehemi në studio. Po ku je marrë gjysh? Ku e kam marrë gjyshin? O gjysh! Gjysh marrë! Gjysh! Ka ardhur Refiku! Jo, ka ardhur Refiku! Ai që i thot nanën ai prish gjithmonë dasmat. Shive vetë monitor aty. Që. Nishta, as telefonin s'po më hap. Ai ki thënë se ka ardhur Refiku. Se jam bos si kugoli lagjës. Unë s'jam ngusht as me hangër as me pi. E ndos më shkaj për ashikvek, e jo për rrumë e lek. Një gjatë njëm që e gjeloli, shka mi thuj gjyshit i ta fjallë që për ti thamë? Me që jeni të e bo me beta, du m'ju thanë me beta. Gjellaloga si ki kenë, se m'lejo është ta një fut e mrenë. Nuk e Refiku që kam kenë, ta si gjopë mbje i shishe venë. Jam të nej këtu me meremen për respekt i thamë teze. Ku të ma bish gjellal t'i venin, s'ke që bën birë dhe i meze. Mishi e du t'pjeku në zgorë, e mos u bën sonde ku prac, vene e du në qipsit por, ashtu si ashtë gjithmonë vrënac. Se marrë gjysh. Kush është ky? Ky ishte Refiku, ka thënë nanën ai prish gjithmonë dasmat, po... Që shkëpun gjitha dasmat do dal një Refik edhe e bën lëmsh dasmon. A keni ndonjë gjë për t'i thënë? I tha zhyshit, më dhe derën, po... Hajde bejtar, tregoni çik vendin këtij Refikut. Beta jeme po më të harë, me gjithë se Refikun s'jam të e po. Ty të pivë të ishin bërë pa shfarë këtheset pas ke po? Shqyqyshi s'na bani skandal, se foli dhe fjallë boshe, por Refikun original të ke keni një të nqoshe. Me për dasma ma problematiku, a gjithmonë e kishte i start. Ka që gogollu ban Refiku, sa e majnë me bodyguard. Beta gjerim 6-8, e nuk flasim gjingla mingla. Ky nuk mduket Refiku i vërtet, ky mduket Refiku me bu gjingla. Ty i tesh do një zoni, e po i shmongem pak rëzikut, për në fletë edhe klismanim, që është vaj vogël i Refikut. Mirë, ky ishte materiali që ne e sollëm, por për të gjithë ata mund të klikojnë në rrjetet e ndryshme sociale, është televizioni Blue Sky, është Jehona Shkodrës, janë postimet e vazhdueshme të Zoti Bujar Zyrali, gjithë bejtarëve të tjerë, po, lumë pafund, inserte të vogla nga këto spektakle kaq të bukura që i kanë zhvilluar qytetit Shkodrës. E me shumë kënaqësi jemi bërë pjesë e tyre, do të vazhdojmë sërish nëse do të kemi realizime të tilla që urojmë me gjithë shpirt. Nuk e imagjinoj mos kemi më duam spektakle të tilla. Librin Bejtet në dasma shkodrane, vëllimin e parë, ju do të keni mundësi ta gjeni në libraritë e qytetit Shkodrës, librari Gogaj, librari Rozafa dhe Ora e Shkodrës. Pra janë 3 pika të ndryshme. Për çdo paqartësi ju mund të kontaktoni direkt me zotin Bujar Zyrali, të shkruani në Facebook sa aktiv jeti? Je aktiv, po. Në WhatsApp, në numrin e tij dhe ta porosisni librin nga afër. Ka bejte mjaft interesante në dasma të ndryshme shkodrane, me siguri jeni shumë kureshtar për t'i lexuar, për të ditur se si janë thurur bejtet atëherë, për t'i krahasuar me bejtet që thuren sot, për të mësuar edhe deri ku gjatë 200 viteve deri në fund të shekullit të dytë, pra në këtë spektakël të bukur që ne kemi realizuar te Blue Sky, edhe aty detaje, fotot pafundme me ngjyra që ilustrojnë librin dhe që sjell momente të këndshme
të cilat ne I kemi vendosur dhe në monitor, pra ne kuptojmë se ku nis bejtja në dasmë shkodrane dhe deri ku është në ditët tona. Pak më përpara tham, mbylljen e bisedës do ta kemi me bejte. Edhe hajde të dëgjojmë një herë bejte. Kush dha nis? Bëjari këtë kenen të pari. Bukur. Këtë kenen bëjmari. Me thonë beten, u menova, I këta fjali kam pa hile, për këtë libër që unë shkrova, kam rënë pesh 10 kile. Po, do shkruaj dhe unë një. I ky libra me bet, e gjithmonë e mon lezetin, generali boni vëllimin e tret, mërne e shionja lezetin. Një dy fjallë dhe ishte me I thonë, në shifë mirë në sy, po ti mas hup, bejta qesë se jam shkodron, nuk marë pjesë ma nësi grupë. Jemi të pavarë, por kontributin e ma ta japim, nuk I shikojmë. Kam hekës dikur më rritë, në pantalona kam pasarën, po të bëj kozeta me ditë, bejta gjia mi pavarën. Në zjedhë dhe arshme kandidati pavarë, po. Me janë zgjat veti tjetën, hap një mira ta vesh, prej të zëtë kjo se kujtoni betën, sot jeni gjakin e marru me qesh. Ta qesë bejten me së mëllë, në licen po shëtit barkë, thamë kozeta tash me e mëllë, se kam njerës sante për darkë. Dakor, ne pa e mbyllim këtu. Unë I falenderoj që ishit pjesë e bisedës tonë, falenderoj zotin Bujar Zyrali që zgjodhi emisionin Arom Shkodër për ta promovuar botimin e sapo dalë në treg për të gjithë teleshikuesit. Bejtet në dasma shkodrane, vëllimi I parë me autor zotin Bujar Zyrali, I ftoj të gjithë teleshikuesit në adresa që unë kam dhënë, Libraria e Shkodrës, Librari Gogaj dhe Librari Rozafa, të tërhiqni një kopi do kënaqen. Do bëheni shumë të kënaqur dhe jam shumë e sigurt që në dasmat që ju keni planifikuar këtë verë, do mendoni seriozisht një hapësirë jo të vogël, dikur I kanë lënë 4 orë, po 40 minuta a bën që t'i lihen bejtarëve shkodran, le ta rikthejmë të traditë të bukur se për këtë arsye shkruhen edhe libra të tillë, për ta rindezur atë traditë që tipizon Shkodrën. Faleminderit që ishit me ne në studio. Shpresojmë të kemi sërish, të jeni miq tanë të përhershëm dhe ju vlerësojmë shumë për këtë gjë. Ne do të kalojmë në një reportazh që kemi përgatitur në një model shumë të mirë që na vjen nga Fieri, nga Divjaka. Keni qenë juve në Fier në Divjak? Unë në Fier kam qenë, po në Divjak s'ka. Jo. Divjak aty ku më shkohet? Aty ku jam më shkoja, kështu e tipizove. Ka kanë dikur. Shiko, Divjak, po shiko që bën Divjak, çfarë organizime bën. Të dyja bashkë. Çmimi Aristidh Kola jepet në një kompeticion që bëhet në Divjak, mbështetur nga kryetari I Bashkisë së Divjakës, duke vlerësuar në bashkëpunim me Unionin e Gazetarëve të Fierit, gazetarë dhe figura që kanë kontribuar në media. Dhe ne e sjellim këtë lloj vlerësimi që bëhet pikërisht në Divjak, që zoti Bujar më kujtoi më shkojën. Po ke pa filmin aty koncert në vitin 1946, diçka e tillë ka qenë 36, apo sa ka qenë ai? 36. Koncert vitin. Divjaka është fantasi, unë ju sugjeroj shkoni ta vizitoni, po shikoni çfarë modelit mirë na sjell Unioni I Gazetarëve të Fierit. E ndjekim rikthehemi në studio. Miqtë e mi, mos u mërzisni e mos u hidhëroni për këtë, sepse e drejta del. Vjen kur t'i vi ora. Rënjët janë në arbëri. Këto fjalë, mes 10 mendimeve të tjera të vyera të patriotit dhe nderit të kombit shqiptar, Aristidh Kola, na vi në mendje teksa ndalemi në Fier, në qytetin që na mirëpret, në qytetin që nxori dhe nxjerr gazetare publicistë të njohur, të cilët ju përkushtuan misionet të tyre dhe luftuan për të drejtën. Unioni I Gazetarëve Qarku Fier është një ndër degët aktive të Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Themeluar 15 vite më parë, ky union është prezent jo vetëm në zhvillimet brenda qarkut, por në të gjitha agjendat e UGSH-s. Ka qenë iniciativa e tyre për të promovuar figurën e nderit të kombit arvanitasit Aristidh Kola
duke inicuar nga kontributi i tij dhe në çështjet kombëtare të krijohej një formë vlerësimi në gazetari, histori, art e kulturë. I pagëzuar me emrin çmimi Arisidh Kola, edicioni startoi 5 vite më parë në Fier. 2 edicionet e para u realizuan në këtë qytet dhe 2 të tjerat u zhvendosën në Divjak, vendi origjinës së hershme të kolës, sipas studiuesve. Po, kush ishte Arisidh Kola? Arisidh Kola ishte historian, publicist dhe jurist, kryetar i lidhjes së arvanitëve. Është lindur në Kaskaveli të Thivës, në Greqinë Qendrore, zonë e cila banohet kryesisht nga arvanitas. Arisidhi, si dhe mira bashkombas të tij, u edukuan me frymën e dashurisë për traditat e të parëve, që trashëgoi kjo pjesë e popullatës shumëkombëshe e Greqisë së sotme. Arisidh Kola studioi për jurisprudencë në Athinë dhe pas mbarimit të universitetit për shumë kohë ju përkushtua traditave kombëtare të arvanitasve në Greqi. Vepra e tij kryesore, arvanitasit dhe origjina e grekëve, bëri një jehon të gjerë në botën arvanitase, njohu 9 botime brenda 10 viteve. Kola botoi revistën Besa, si dhe revistën tjetër Arvanon. Këto revista pasqyronin jetën dhe traditat e botës arvanitase. Arisidhi bashkëpunoi me të gjitha rrethet e diasporës shqiptare në botë. Ai mbante lidhje dhe bashkëpunoi me arbëreshët e Italisë, me shqiptarët e Amerikës, me intelektualë të Kosovës, të Turqisë dhe atyre të Shqipërisë. Ai ishte lidhur dhe me arbëreshët e Korsikës. Arisidh Kola u bë i njohur në Greqi sidomos për përkrahjen morale që i dha luftës së UÇK-s, duke u shfaqur në disa emisione televizive. Kjo shkaktoi reagimin e disa grupeve pro-serbe me të cilat u ndesh në rrugë gjyqësore. I qeshur dhe i dashur, Arisidhi ishte mik i të gjithë emigrantëve shqiptar në Greqi. Në zyrat e shoqatës arvanitase Marko Boçari organizonin aktivitete politiko-kulturore për Shqipërinë, si dhe për personalitetet të rëndësishme arvanitase të Greqisë. Arisidh Kola ka bërë një punë këmbgulse për afirmimin e identitetit arvanitas të Greqi. Ai nisi hartimin e fjalorit arvanitas, vepër të cilën nuk arriti ta përfundonte. Arisidh Kola ndroi jetë në vitin 2000 pas një sëmundje të rëndë. Dhe le të kthehemi në ditët tona. Një model shqiptar, i lidhur fort e qartë me rrënjët armënore, me të vërtetën e arvanitëve armënor, me rrëfimin e historisë së vërtetë të arvanitëve, pedllazgëve, shqiptarëve, vlen si model për cilin do shqiptar, posaçërisht për cilin do gazetar, shkrimtar po aq. Nga Prishtina, urime edicione të 5 të ndarjes së vlerësimeve Arisidh Kola nderit të kombit. Suksese organizatorëve të këtij eventi kaq të rëndësishëm, kënaqësi që të kam qenë pjesë në çdo edicion duke përcjell këtë atmosferë edhe në media tona këtu në Kosovë. Urime gjithë kolegeve kudo që ndodhen dhe në veçanti autoriteteve pritëse të bashkësisë së Divjakës. Për realizimin e këtij eventi promovues vlerash u bën bashkë 3 faktorë. Unioni Gazetarëve Qarkur Fier, Shoqata Kulturore e Res Ignatia, me drejtues Gjimi Vila, si dhe media online News Albania Pikal, me drejtues gazetarin Vladimir Muçaj, njëherësh dhe kreu i Njonit Fier. Në përmbushjen e këtij eventi, vlerë e shtuar mbetet mbështetja dhe asistenca e UGSH-s me kryetar Aleksandër Çipën. Në këtë udhim 5 vjeçar, që tashmë për organizatorët është transformuar në mision dhe jo thjesht një aktivitet kalendarik, kanë marrë pjesë gazetar, historian nga Shqipëria dhe trevat tona në Kosovë, Maqedoni, Preshevë, Bujanoc. Me syre përmendim, Anila Hoxha, gazetarja e bërë njësh me guximin për të thënë të vërtetën, gruaja e bërë njësh me kurajon, dëshirën e dashurinë e plot për të mbrojtur e ndihmuar, vajza e gra në nevojë në vështirësi. Besim Dybeli, një tjetër mik i vjetër, bashkëpunëtor e gazetar Tereni, një të tërë në kërkim me përçim të lajmit, ati të thjeshtit, por që ka vlerë për të vërtetën e njerëzve që mbart. I privilegjuar që Krishtin mban emrin e njeriu të madh, e një shqiptare do thosha. Është që 50 vit.
Një aktivitet ky shumë i rëndësishëm, i kushtuar Aristidh Kolës, njeriut që mbrojti gjatë gjithë jetës së tij gjuhën shqipe, njeriut që luftoi gjatë gjithë jetës së tij për kombin shqiptar, edhe aq më tepër për Kosovën. Ne urojmë organizatorët të dalin me sukses, ashtu sikurse edhe vitet e tjera. Marin Mema, autor dhe producenti e emisionit Gjuhën Shqiptare në televizionin Top Channel. Gazetaren e lirë nga Kosova, njëkohësisht pedagoge e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Naime Beqiri, korespondenten e televizionit Land dhe televizionit ABC News nga Lushnja, Anila Sefa, si dhe gazetarin, operatorin e talentuar nga Prishtina, Ilir Krasniq e të tjerë. Është një nisë shumë pozitive për promovimin e figurës së shuar arvanitase Aristidh Kola. Është një ngjarje shumë e rëndësishme për të përshëndetur dhe për të mbështetur. Ky event tashmë duket se ka filluar të shndrohet në një organizim tradicional. Ishte kënaqësi të ndaja vitin e kaluar momente të bukura dhe të paruara midis kolegëve dhe personazheve të njohura nga bota kulturës dhe artit. Dua të shpreh milion time dhe të uroj organizatorin për vullnetin e madh, durimin, këmbgulje dhe të gjithë atyre që kontribuan në mbajtjen e këtij eventi. Gjithashtu janë dhënë edhe çmime speciale të jurisë si rasti vlerësimit për diplomatin, publicistin dhe historianin Irakli Koçodari, autori një studimi për veprën studimore të Aristidh Kolës e të tjerë. Jemi privilegjuar të falenderoj Unionin e Gazetarëve Shqiptar Dega e Fierit dhe drejtuesin e tij për qarkun e Fierit, zotin Vladimir Muçaj, për këtë aktivitet të bukur, kuptim plot dhe me vlera të rëndësishme kulturore, siç është ceremonia e ndarjes së çmimeve Aristidh Kola. Aktiviteti, përveç se vlerave që bart, që u nxit personalitetet të ndryshme të këtyre fushave, siç janë ato të gazetarisë, të publicistikës, të studimit, që të japin kontributin e tyre në fushat përkatëse, por është një stimul shumë i mirë i të rinjve që janë angazhuar pikërisht në këto fusha, si dhe ka krijuar një impakt në ambientet kulturore dhe në ambientet intelektuale. I nisur në Fier, edicioni do të zhvendosej në Divjak, fale dhe mbështetjes së kryebashkiakut Josif Gorea, i cili vendosi Aristidh Kolën në një taban të fortë shqiptar, muzikar, identitar, në Arnis. Divjaka apo Arnisa nga studiuesit është vlerësuar si vendi origjinës së patriotit të madh Aristidh Kola, e ku ka më emocionuese që gazetarëve të ardhur nga trojet shqiptare të bashkohen në shtëpinë e kulturës edhe mjaft banor të Divjakës. Në të katërta edicionet realizuara me sukses deri tani kanë qenë të ftuar personalitete të fushës së medias, kulturës dhe historisë, pjesëtar të dekëve të Unionit të Gazetarëve Shqiptar, të Fierit, Lushnjës, Elbasanit, Gjirokastrës, Prishtinës, drejtues të pushtetit lokal, përfaqësues të forcave politike dhe besimeve fetare, të rinj të reja e të tjerë. Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi e madhe për mua sot t'ju drejtohem në kuadër të ndarjes së çmimeve të Aristidh Kolës. Këto çmime nuk janë thjesht një vlerësim për figurat dhe kontributet e spikatura në fushën e gazetarisë, por edhe një nderim i veçantë ky për vlerat e të vërtetës, të kurajos dhe të profesionalizmit në këtë profesion kaq human. Gazetaria e lirë në fakt është themeli i një shoqërie demokratike, ndaj edhe është detyra jonë sot që ta promovojmë atë. Ju uroj të gjithëve shumë suksese dhe faleminderit për punën dhe për kushtimin tuaj. Jurit respektive të edicioneve kanë vlerësuar me çmimin Aristidh Kola me 10 personalitete të fushës së medias, artit e kulturës, të cilët me punën dhe veprindarinë e tyre publicistike kanë promovuar dhe vazhdojnë të promovojnë resurset turistike të këtij rajoni të pasur dhe të preferuar për një turizëm kulturor e natyror nga pushuesit vendas dhe të huaj.
Kryetari i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, zoti Aleksandër Qipa, propozoi organizimin në mënyrë të përvitshme të eventi kulturor Ditët e Arisit Kolës nga Bashkia e Divjakës, propozim që u prit me duar trokitje miratuese nga të gjithë të pranishmit në edicionin e dytë. Gazetarët pjesëmarrës të ftuar gjatë qëndrimit këtu janë njohur me resurse turistike të kësaj bashkie, investimet infrastrukturore në shërbim të turizmit dhe vlerat jashtëzakonshme të parkut natyror kombëtar dhe zonën mbrojtur natyrore të lagunës Karavastas, një aset që tërheq një numër gjithmonë në rritje të turistëve dhe vizitorëve. Gjithashtu është bërë një vizitë në pyllin me pisha dhe bregdetin e Divjakës dhe një shëtitje me motobarka në hapësirat e lagunës Karavastas, ku përfaqësuesit e medias janë njohur me punën e specialistëve të parkut kombëtar për ruajtjen e specieve të ralla që popullojnë lagunën më të madhe në Ballkan, sidomos me kujdesin e veçantë për ruajtjen dhe shumimin e species së rrezikuar të pelikanit kaçurel. Kemi pasur nderin të jemi prezent për të përcjellë jo vetëm këtë event në mediat e Kosovës, por edhe atë peizazhin ma gjeps që të mrekullon të zonës së Divjakës me një tërshëgëmi të pasur kulturore. Në vijim të veprimtarive, grupi gazetarëve nga gjithë hapësirat shqiptare kanë vijuar drejt Fierit, vizitë në parkun arkeologjik të Apollonis, ku me grupe të moshave të reja u zhvilluan disa referenca për figurën e Arisit Kolës, po ashtu vizitë në Darazeze, e cila përkoi me hapjen e sezonit turistik veror nga Bashkia e Fierit në bregdetin e Darazezës. Dhe ja tashmë sapo kemi nisur edicionin e 5, ku sërish do të kemi vlerësime të reja me emrin e nderit të kombit Arisit Kola. Sukses e mbarësi dhe le ta vijojmë gjatë këtë traditë të bukur e të çmuar. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur. Unë falenderoj të gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur deri në këtë moment. Në pjesën e parë ne kemi biseduar rreth promovimit të librit Bejtet në Dasma Shkodrane, ku kishim të ftuar bejtarët Shkodran, zotin Bujar Zyrali, Dilaver Cufi dhe Tonin Përvjela. Faleminderit që ishit me ne në emisionin Arom Shkodre. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30. Janë dhe rrjetet sociale, YouTube, Facebook, kudo ku hidhet si emision për gjithë ata që jetojnë sidomos jashtë kufive shqiptar dhe na ndjekin përmes rrjeteve sociale. Ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni, ne do të shikojmë javën e ardhshme të tjerë personazh po kaq simpatik sa i patëm sonte. Natën e mirë.